ka një njeri tek Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Dhe i ka thonë, une po më vinë disa mendime jo të mira. I ka thonë Ibn Abbas, çfarë? Ka thonë, vjen marrë edhe me i menu, jo me i thonë. Për Allahun azza xal që din shejtani me ngacmu zemrën e çdo njeriu, që të fut dilema, hamendje e kështu me radhë. Ibn Abbas ja dini çfarë ilaçi ja ka dhënë këtij për vezveset, për sulmet e shejtanit ka thonë huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Çto ti e ke këtë vezvesë apo? Apo nëse nëse vjen shejtani me thonë se sikur se ka thënë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Allahu ka kriju çdo gjë, e kush e ka kriju Allahun, thuaj huwa al-awwal. Apo nëse bën dilema dhe të shybe, apo e çka mbasoj kimë dhe kimë rrothuj huwa al-akhir apo. Ja s'është fundi kjo, po ajo është i fundit apo. Andaj çdo gjë gjeni përgjigje me këto emra të Allahu subhanahu wa taala përballë vezveseve të shejtanit, që fatkeqësisht shumë për njerëz po ankohen se hoxh, po vinë do mendime, po vinë do kështu, unë nuk po du, unë ju përgëzoj. Jo që ne i kërkojmë këto mendime, larg asaj, lutem Allahun xhallahu ala që të na ruan nga çdo mendim i cili e turbullon çiltërsinë dhe kullueshmërinë e raporteve tona me Allahun xhallahu ala. Kjo lufta me shejtanin. Andaj mos e lejo me ta turbullu ujë të pastër që jetu u bugati me epi për më kënaqë në dhërimin e Allahut xhallahu ala. Zakonisht subhanallahu, ky turbullim vjen në momente fundit të përjetimit të kënaqësisë atë. Zakonisht çto vjen? Si vjen njerëzve që as ujë përpara se kanë ata. Çami turbulluat i atë. S'ki çka turbullanti. Po një besimtar e ka përgatit apo anën e ka fut ujin i etër shumë e para kur të piçish komo kënaqë, më freskue, tamam do më kënaqë vjen armika turbullant. Tash prit edhe pak prit. Apo desa të kullohet apo, desa çiltërsohet. Çi kjo është vezvesja apo? Mos e lëmë të turbulluam. Andaj edhe asap të pejgamberit njëri te Allah, njëri tek pejgamberi ka thënë Rasulullah. Po na vijnë mendime që asap para mëna. Po na vijnë mendime ja Rasulullah që sikur se themni ta nënshkruaj tash. Ma bëj kabul me mgjujt pesnalti me myt, sa pe grim se çato me marr apo. Kjo është reagim pozitiv për ballë vezveseve. Apo ti nuk po i pranon, ti po i urren. Ti po mundohesh me luftu me to. Armiku po mundohet me instalu ato me debin se është i turbullt, e është i qeltër, është dhahir, është i qartë. Ka thonë pejgamberi son e faqat wajadtumu, ai paska ardha, ja paska nisa, po thoshte subhanallahu thoshte i ka prit për mati këtë pejgamberi son. A paska nisa me ardh, ka përzu ka dhali ka sarih haliman, kjo është shenjë se çta është e keni imanin që duhet ato. Se po ka ku më unguc, përpara ku ka pas më unguc. Çfarë më bëvë se përpara? S'ka pas lazëm hiç më bëvë, ti vetë je kon me vezvese. Vetë je kon larg. Ujit s'ka pas as ujë përpara. Çka më turbullu ty apo? Vetë je kon në terr, çka më të shkrim ty? Mi thon diku në terr është shkrim ja ditën, po të shkrim të paska, çka kemi shkrim tin apo? E kur të dhez dritën, e të uçit sy tjerëve, shkrymja. E çatër vjen. Kur bujnë gjë me ta shkrym dritën, dije se ti e pas këtë dhezën pra. Andaj mos u shqetëso për këtë çështje. Nga sa ata që vinë me ta shkrym dritën nuk kanë qasje në sust. Elhamdullahu te Allah se ka hap. S'kan qasje, s'un e prek, zguxon më afro atje, se e djeg. Apo atje ku është burimi i ditës tonë është voltazhi i nalt për shejtanin. Zguxon më afro se e djeg atje. E çka bën? Fa waswasa ilayhi ma shejtan. Pe larg